Përshëndetje, sot kena një ditë feste edhe një ditë gëzimi besoj për shkurta fezën sepse e marton vajzën dhe sonte do të bëhet kurorëzimi I vajzës. Hajdeni me mu edhe të shohim se kush është musafir edhe kush ka me bo kurorëzimin e vajzës së shkurta fezës. Ju shpall të martua. Urime Ultraçegovski, po arsiet të zohet në të dundëm, edhe një herit, kërkoj tash që me e konfirmu që po e lidhin njëri tjetrin edhe me unaza. A I keni unaza të gatshme? Nuse? është edhe një detalj me apo e nëza? A I kështu do kila më koga? Tash edhe unazën tribuna, shpejt, urime edhe me këtë po e konfirmoj që Agnesa ka vendos me ashtu mjemrit Belduri edhe mjemrit Shotri. Andaj urime Ultraçegovski, urime të familjeve, po arsiet të zotë të mund të cifris, po është me shumë të rashëgëmduarë. Falderit. Urime. Unë mas pari ju uroj gëzim fat edhe urime për vajzën e juve, po sa është emocion për me e martu vajzën e vogël? është emocion edhe gëzimi edhe emocioni sot sikur janë bashkue. Edhe si me të thonë, për prindin gjithmonë kur t'i jep është pak ma e dhimbshme, mirë po dëshira dhe gëzimi që fëmijët po realizohen e mund dhe me thonë këtë dhembjen thjesht. Jemi të kënaqur sepse këta po realizohen, po e kurorëzojnë dashninë e tyre, edhe veç ju urojmë shëndet, gëzim dhe harmoni e jetë gjatë. Po, është emocion e veçantë, të drejtën, sidomos kur të martohet e vogla. Se unë sot rrugë ka ecësha me te, shiqojësha të isha po shiu, bo kjo më martu. Se të qështë ditë më të vogla. Por, është i moment i veçantë, është gëzim është. Është ka dhe emocion, të dhënë si duke si kur po del diçka për I dore, po është që po shkon mirë. Edhe ja jep diçka të shtrenjtë, dikuj amanet me ta,
me ta dash, me ta respektu, me ashtu, po janë zgjedhje të mirë, vajza ka zgjedhje djalë të mirë, janë të profesionit njëjtë, dëshiroj më të mirat si çdo prind, sikur që dëshiroj edhe çdo trio të ri shqiptar. Zoti kryetar, unë jam shumë me fat që jam pranjur sot për m'ja u bo disa pyetje normale, edhe m'ju thonë që a keni mendu ndonjëherë me bo ndonjë vend specifik për çiftet që kanë shumë me fat, që ju jeni prezent për me i kurorëzu për martesë. Faleminderit shumë. Ne faktikisht po punojmë shumë për Prishtinën me pas jo vetëm një vend, por me pas shumë vende, me pas pika të ndryshme ku edhe çiftet e bukura sot e në të ardhmen me pas mundësi për me u kurorëzu, duke pas pamje të mrekullueshme të kryeqytetit. Sot pata ashtu nderin me i kurorëzu laureatin edhe Agnesën, pra vajzën e këngëtares e mirënjohur, e cila me vitet të tona edhe ka rkëtu krejt kombin tonë shqiptar. Kështu që juroj shëndet, dashni e shumë trashëgimtar në të ardhmen. E normal neve na mbetet me vazhdu punën e madhe që na pret për transformim të kryeqytetit, për të mirën e të gjitha qifteve dhe të gjithë trashëgimtarëve të tyre që do të jetojnë në kryeqytetin tonë të mrekullueshëm. Mas pari shumë bukur po tokësh, si një Barbie, edhe të përgëzoj për motrën, për kurorëzimin e sotme, edhe do ashta me të pyet për emocionet se si ke. Emocionet janë shumë të mëdha zakonisht në këto raste. Sado që e di që motra po martohet me njeriu që e ka zgjedh vetë, me një djalë perfekt, një dhëndër që nështë s'kisha ditë më të mirë me lyp, ashtu që e kam edhe motrën. Po prap emocionet sidomos janë kur marton motrën e vogël, se Agnesa është më e vogla jonë, e kemi princeshën e shtëpisë, edhe patjetër që emocionet mandej janë prezent. Sa është e zëshme normal tash me e martu motrën më të vogël ose për prind ose si për juve? Po është një ndjenjë pak më ndryshe thash, se na kemi diferencë moshe dhe Agnesën e majmen edhe krejt vogël, edhe kur ka lindë. Sado që jo shumë nështë po unë kam qenë 7-8 vjetë kur ka lindë Agnesa, qaq sa me mbajt men paka shumë. Edhe është një emocion shumë i veçantë, po shqyqër për mirë. Unë për ju përgëzoj, inshallah me këtë lumë të ratë në botë për Agnesën, edhe normal që po që të fat njëtë se cila motër, edhe shpresoj që sa ma shpejt një bebe. Pa tjetër, ashtu e ka, e do në rendi. Martesa, miu, gjitha me rend. Po me rëndësi mbi gjitha të kenë shëndetjen, lumëturin, të shkojnë mirë ata me njëri tjetrin, edhe gjitha vinë mandej. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë edhe juve. Përgëzoj mas pari për festën e madhe sot, për motrën, edhe inshallah ka fat njët, po si motra e mesme, qysh është me martu një motrë të vogël? Është një ndjenjë shumë e përzime, se si motër pak ma e madhe, e vogla është gjithmonë një përgjithësi e jotja. Besoj e din krejt kush ka motër të vogël, mirëqenia dhe lumturia saj të bën ty një farë përgjithësie për ndryshe prej Gresës, që është motra e madhe. Edhe normal një ndjenjë shumë e përzime, shumë e lumtur, edhe shumë e gëzume për ta që është me njeriu që e do, në ka zgjedhë me zemër, inshallah kanë fat. Po, sa është e vështirë për me arrit krejt ato që emocionet, stresin, normal ato gjana që keni qef gjithë sem perfekt me kanë. Sa ka qenë e vështirë për një motër me i bo krejt bashk, edhe me kanë të lumtur me gjithë sem. Po na jemi 3, nëse Agnesa ka pas përgjithësi veç mu dok mirë, me qenë pozitive, me qenë sa ma e qetë. Edhe unë e Gresa, edhe vllau, edhe jemi ma shumë njerëz, edhe na kanë ndihmu normal edhe organizatorët, edhe besoja kemi dalë krejt, si çdo gjë që e bëjmë bashk, edhe e arrim me bë një punë të mirë. Unë e uroj sukses, edhe pa që të fat ju 3 motrat normal edhe vllau, edhe ju përgëzoj edhe urime për çiftin. Faleminderit shumë, inshallah ki edhe të fat. Krejt kush po na ndjek edhe çdo kush që vendos me lidh jetën me dikën, inshallah
i prinen bara. Faleminderit. Faleminderit juve. Sara, në ardh dita me të marrë pyetje se sa je me fat që je sot në darsmën e Agnesës. Jam shumë e fat, i uroj çiftit, trashëgohen, ka një jetë lumtën, atmosfera ke shumë e mirë, bashkë kënaqëm. Agnesa si princezhu dok, kështu që shumë mirë kalumshëm. Sa je me fat ti që je sot në kryerëzimin e Agnesës? Jam shumë e fat edhe privilegjume që jam këtu. Për ndryshe, Agnesën e ngja prej sa është e vogël, edhe veç me pa që ka dal koha me ardhe dhe me pa me mu martu, do me thonë, është jo privilegj, por kënaqësi tepër e madhe. Edhe Sara, qa ju thu qiftit ti sot? Sot ju tham dashni, shumë alegri me pas me njëri tjetrin, edhe dashni me pas mas shumë, ti qaj është mas me rëndësi, e tjera të krejt kaluan.